Eugen, a ke prit në fakt që transformim që ka të madh televizis vetëvendosje. Domethënë më shumë jam ty dasht me trajtu kështu si fenomen. Nëse na thuaj se gjithë kontribuam, jo në direkt me se ka herë po keq kuptohet, nuk kemi qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje, po si më thon ty ekspozu dështimet edhe të këqijat e pushteteve të kalune, si më thonë, trasum rrugën që me ardhë në pushtet këta. Edhe të pas parasysh këtë ato që i njohin në thelb, domethënë një gjenerat e re, e cila ka energji, e cila ka vullnet, e cila e dën që të vënë, dën me quqit proceset përpara, a e ke prit që na do të kalojmë prej një faze ku ndoshta pushteti i kaluam e pruni deri në çet pikë, edhe tash kemi me pas një transformim për të mirë, paktën në çdo fusha ku i kemi qenë kritik, ku ka më luftu korrupsioni, nepotizmi, ku kemi me pas njerëz në për institucione që janë shumë më kredibil, kemi pas një transparencë shumë më të madhe në për institucione, raporti me media, ndërtimi i demokracisë, diplomacia jashtme, çto ai ke pas çto pritje në fakt ty pas parasysh qëtë lëvizje vetëvendosje dhe qëta njerëz çfarë na i kemi pas në opozit. Realisht jo, unë në fakt besoj që ajo çfarë ka ndodhur, kjo lloj metamorfoze cilën ka kalu lëvizja vetëvendosje, sidomos për gjatë pushtetit, është krejt atipike për raste të tilla, pra kur një parti e cila vjen në pushtet në soje të një narrative në cilën kontribuojnë më shumë se sa vetë partia, strukturat e shoqërisë civile, mediave, akterëve të tjerë, kam pas pritje që do t'jetë dukshëm e hapur, do t'i promovoj këto vlerat e integritetit publik e politik, cilat kanë qenë ndër kauzat kryesore të saj gjatë kohës sa ka qenë opozit, por që në anën tjetër besoj që pjesa qëndësore që ka bë dallimin ka qenë fitimi 50%, 50+ % të votave, gjë që pastaj është kuptuar ose keq kuptuar qëllimisht si nxitje për ta mirëmbajtur një situatë të tillë. Fakti që më nuk përmendet shoqëria civile si vlerë shtuare politikbërjes, fakti që më mediat nuk paraqiten si faktori kryesor që ekspozon raste të korrupsionit apo të keqpërdorimeve, për shkak se tashmë kemi të bëjmë me raste të keqpërdorimeve që kanë një adresë të vetme. Unë besoj që kjo është ajo që ka ndiku që lëvizja vetëvendosje ta tjetërsoj një pjesë të madhe të identitetit. Ka mashtrim Eugen prej fillimit edhe ndoshta veç këtë retorika e tyre ose këtë ajo që e kanë proklamu për gjatë ton këtyne viteve. Ka qenë një lloj mashtrimi për me marrë në pushtet, apo ndoshta që të ja thej qafin që ky 51%. Unë nuk besoj që ka mund t'jetë plotësisht mashtrim për dy arsye. E para, nuk besoj që as vetë partia në fjalë ka pritur që ndonjëherë do të arrijë tek 50%. Pra ka qenë një momentum në vitin 2020, pas së cilit kemi pa një mentalitet tjetër të qeverisjes e të atakimit në raport me paljet e tjera, qofshin partitë politike opozitare, qofshin media, shoqëria civile, ose kushdo që ka pasur zë kritik. E unë besoj që faktori kryesor këtu ka qenë në radhë parë frika pastaj nga humbja e pushtetit. Pra, në momentin kur kanë arritur në pikën kur kanë pasur më shumë se gjysmën e pushtetit vet, ka qenë pika ku të njëjtit kanë kuptuar që tashmë janë targeti gjithëve, për shkak se për dallim nga situatat e tjera ku barën e përgjegjësisë e kanë pasur nëse jo në mënyrë të barabartë, në mënyrë të përafërt gjithë ata që kanë qenë pjesë e qeverisë, që nga viti 2021 ka qenë një adresë vetme ku është trokitur edhe për sukseset, por edhe për dështimet e mangësitë, keqpërdorimet e tjera.